Mirëmëngjes, mirëdita dhe mirëmbrëma. Për vëllezërit dhe motrat e mi dhe për të gjithë personat që i bashkohen këtij mësimi, këtij akti të mrekullueshëm që ne kemi të dielave, ndoshta në vende të tjera është të shtunën ose të dielën ose të hënën, por sidoqoftë ne gëzohemi në Zot dhe falenderojmë Perëndin ton për jetën. Çdo ditë që kalon, duhet të falenderojmë Zotin për jetën, ta falenderojmë për gjërat që na siguron, për ushqimin, për veshjen, për strehimin, për të gjitha ato gjëra që Perëndia na i siguron, gjithmonë të falenderojmë Zotin dhe t'i kërkojmë që t'jetë me ne. Sot mirë se vinë të gjithë personat që dëgjojnë mësimin për herë të parë dhe që për herë të parë shohin këtë akt të mrekullueshëm, këtë mësim që ne këtu në kishën e Zotit ministrore të Jezu Krishtit ndërkombëtare e realizojmë me ndihmën e Perëndis tonë. Mirë se vinë pashtu vëllezërit dhe motrat këtu në këtë vend ku jemi këtu të mbledhur, që tani më nuk është më sekret vendi se ku mblidhemi. Mirë se vini dhe personat për herë të parë në kishë, mirë se vini, dhe gjithashtu shoh se kemi persona që na vizitojnë, vëllezër dhe motra që vinë nga vende të tjera, për shembull vinë nga ishulli i Guadalupes në Francë. Nga ishulli Guadalupe në Francë, mirë se vini, një përshëndetje për vëllezërit dhe motrat, mirë se vini. Edhe këtu ju duam në Zot. Mirë se vini të gjithë personat për herë të parë në kishë, na ndihmoft Perëndia ynë. Perëndia ynë gjithmonë të na mbaj për dore. Mirë, ju tregoj se ne tani më përfunduam studimin ose analizimin e librit të Veprave të Apostujve dhe unë po flas në spanjisht, shpresoj që ata që bëjnë interpretimin në gjuhë të tjera gjithashtu të dinë se si të thonë libri i veprave, sepse ndryshon paksa emri. Kemi përfunduar dhe nuk e di sot më thanë pse të mos lexoja Ungjillt. Kështu që do të fillojmë me Ungjillt. Do të shohim çfarë gjëje të re ka Perëndia ynë këtu te Ungjillt, të cilët lexohen vazhdimisht nga shumë njerëz. Ka shumë njerëz që kur marrin Biblën, pëlqejnë të lexojnë Ungjillt ose Psalmet. Kur më pyesin, unë dua të lexoj Biblën nga të filloj. Unë u them, për tu familiarizuar pak, lexo Ungjillt ose Psalmet dhe pastaj lexo të gjithën, sepse është shumë e rëndësishme të lexohet e gjithë Bibla. Nga Zanafilla deri te Zbulesa, duhet lexuar. Dhe ne do t'jemi këtu duke lexuar Ungjillt kapitull për kapitull. Sigurisht në çdo kapitull mund të gjejmë shumë tema, por për më tepër kjo është e rëndësishme, sepse ka persona që nëse lexojnë Mateun kapitullin e parë për shembull, ndoshta gjejnë gjëra që nuk i kuptojnë, kanë kurreshtje të dinë për këtë gjë, pse në asaj gjës tjetër, dhe për këtë arsye duke lexuar kapitull për kapitull, ne do të trajtojmë shumë tema që do t'jenë në kapitull, por do ta bëjmë me gjithë gëzimin në zemrën tonë, me zemrën tonë të përgatitur gati për Perëndin. Zoti thotë se ai do të bekojë dhe do të ecë me ata që e kanë përgatitur zemrën e tyre për të ndjekur hapat e tij.
për ta ndjekur atë. Ai thot, unë do t'i bekoj gjithmonë, thot Zoti. Faleminderit Perëndis ton, faleminderit Zotit, kështu që mund të uleni në vendet tuaja dhe do të hapim pra Mateun kapitullin e parë. Është një kapitull shumë i shkurtër, ndoshta do të përfundojmë më herët se zakonisht, kështu që do t'i japim hapësirë dëshmive nëse na mbetet kohë. Këtu në Mateu 1 dhe thot kështu fjala e Zotit. Thot libri i gjenealogjisë së Jezu Krishtit, birit të Davidit, birit të Abrahamit. Abrahamit i lindi Isaku. Isakut i lindi Jakobi, Jakobit i lindi Juda dhe vëllezërit e tij. Le të kujtojmë se Jakobi pati 12 fëmijë. Vargu 3. Judës i lindi nga Tamara, Faresi dhe Zara. Faresit i lindi Esromi, Esromit i lindi Arami. Aramit i lindi Aminadabi, Aminadabit i lindi Nasoni, Nasonit i lindi Salmoni. Salmonit i lindi Bozi nga Rahabi. Këtu kujtojmë gjithashtu historinë e Ruthit, e cila u martua me Bozin dhe thuhet se patën një djalë që quhej Obed. Dhe thuhet se Obedit i lindi Jeseu dhe Jeseut i lindi mbreti David. Këtu po lexojmë pra gjenealogjinë e Zotit ton Jezu Krisht, megjithse ka shumë mosmarrveshje për gjenealogjinë, sepse disa thonë se nuk është e plot, se i mungon një pjesë, ose të tjerë thonë se ka më tepër. Megjithatë, gjëja më e rëndësishme është se në shumë pjesë të Biblës Zoti thot, Perëndia ynë thot se Zoti Jezu Krisht erdhi nga fisi i Davidit. Kështu që nëse gjenealogjia nuk është e plot siç thonë studiuesit, fjala e Perëndis është e pastër dhe vepruese. Dhe fjala e Perëndis nuk gabon. Fryma e shenjtë, i cili është ai të cilin e kemi sot me vete, që na udhëheq, na drejton, na orienton, na mëson, e kemi atë dhe për këtë arsye ne ndjejmë se nuk jemi të gabuar në rrugën tonë, dhe ndoshta këtu ka pasur një problem, ndoshta përkthimi, gjithashtu çështja e luftrave, ndikoi shumë në humbjen e shumë teksteve, e shumë shkrimeve, por Zoti lejoi që të mbetej ajo që është e rëndësishme. Dhe për atë që mungon, fryma e shenjtë na udhëheq dhe na mëson dhe na i jep. Kështu që faleminderit Perëndis ton për këtë. Pra ishim këtu ku thot Jeseut i lindi Davidi mbreti David i lindi Salomoni nga ajo që kishte qenë bashkëshortja e Urias. Mirë, ne lexuesit e Biblës e kujtojmë historinë e gruas së Urias, që thuhet se burri i saj vdiq, sepse thuhet se ajo po lahej dhe ishte në diell, dhe atëherë mbreti David e pa, u dashurua me të, dhe kur pyeti i than ajo është grua e martuar, dhe ligji i Mojsiut mësonte se duhej respektuar gruaja e martuar, do me thënë nuk duhej bërë shkelja e kurorës martesore, dhe historia thot se Davidi e dërgoi burrin e kësaj gruaje, e dërgoi në luftë, ta vendosnin në vijën e parë të betejës, dhe ndodhi që ai atje vdiq, dhe kështu që gruaja mbeti e ve, dhe thuhet se mbreti David u martua me të, dhe nga ajo lindi Salomoni.
por në atë kohë pati shumë zemrim, po ashtu në mes të izraelitëve, në mes të popullit të Judës, zemrim sepse kritikonin mbretin David sepse kishte bërë këto gjëra, dhe deri më sot akoma ka njerëz që e kritikojnë. Ky ishte vullneti Perëndis. Perëndia deshte që këto gjëra të ndodhnin në këtë mënyrë, sepse Perëndia vepron ashtu si ai do dhe jo si na duket ne më mirë. Kështu që ajo që bën Perëndia duhet respektuar, duhet vlerësuar dhe respektuar dhe të qëndrojmë të heshtur, të bindemi dhe të respektojmë fjalën e Zotit. Sidoqoftë, Zoti jep premtime, na flet dhe ai i përmbush ato, kalon koha, kalojnë vitet dhe vjen momenti kur Perëndia përmbush premtimet e tij të mrekullueshme, çfarë mund të duam më shumë ne. Prandaj nuk do ta vëmë në pikpyetje në dyshim Perëndin ton. Gjithmonë të respektojmë vullnetin e tij sepse jemi shërbëtorë të tij. Dhe thot në vargun 8, në vargun 7, Salomoni t'i lindi Roboami, Roboami t'i lindi Abia dhe Abia si lindi Asajin. Asajit i lindi Jozafati, Jozafatit i lindi Jorami dhe Joramit i lindi Ozia. Të gjithë këta ishin mbretër në Izrael dhe në Juda. Ozias i lindi Joatami, Joatamit i lindi Akazi dhe Akazit i lindi Ezekia. Të gjithë këta ishin mbretër. Ezekias i lindi Manaseu, Manaseut i lindi Amoni, Amonit i lindi Osia. Të gjithë këta mbretër që ishin mbretër të Izraelit, mbretër të Judës, disa bën të keqen përpara Perëndis dhe të tjerë bën gjën e drejtë përpara Perëndis. Shumë pak ishin ata që bën gjën e drejtë përpara Zotit. Në 11, Josias i lindi Jekonia dhe vëllezërit e tij në kohën e internimit në Babiloni, domethënë kur mbreti i Babilonis erdhi kundër Judës, kundër Jeruzalemit, e shkatroi dhe i mori robër afërsisht 4800 persona, pak a shumë midis tyre ishin bijtë e mbretërve, princat, dhe aty ishte edhe një pjesë e mbetur e popullit që u dërguan në Babiloni në kohën e internimit. Vargu 12, pas internimit në Babiloni, Jekoniasit i lindi Salatielit i lindi Zorobabeli, të cilët Perëndia i përdori që të ktheheshin përsëri në Jeruzalem, të rindërtonin qytetin, të ndërtonin murin dhe gjithashtu të vazhdonin përpara, të banonin sërish në territor. Dhe Perëndia përdori Salatielin dhe Zorobabelin për të ndërtuar një tempull. Në vargun 13 thot: Zorobabelit i lindi Abiudit i lindi Eliakimi, Eliakimit i lindi Azori. Azorit i lindi Sadoku, Sadokut i lindi Akimit i lindi Eliudi, dhe Bibla nuk tregon më historinë e këtyre personazheve biblik. Me këto personazhe shihet se është periudha që studiuesit e Biblës i kanë dhënë një emër asaj periudhe kohore, e quajnë koha e tunelit ose koha e viteve të heshtura, që është nga ky zotëri Salatieli, Zorobabeli e deri në ardhjen e Zotit Jezu Krisht, që kaluan 430 vjet. Këto personazhe biblike nuk i gjejmë më në Bibël që të jetë përmendur roli që ata patën, sepse Perëndia e la vetëm popullin dhe e harroi popullin dhe e la në duart e qeveritarëve pagan ose të huaj. Në atë kohë ishin Medët, Persët, ishin, e harrova tjetrin, ishin Grekët, mendoj se ishin, vllai Alvaro mund të më ndihmoj, dhe pastaj erdhi perandoria romake, por përpara perandorisë romake ishin Grekët, këta pra. Të gjithë ata sunduan, qeverisën botën mund të thuhet, dhe ata në një farë mënyre e sklavruan popullin e Izraelit dhe popullin e Judës, prandaj ne nuk gjejmë më historinë e këtyre personazheve pasur Zorobabelit. Gjejmë këtu të përmendet pak Eliakimi vetëm. Mirë, atëherë thotë në vargun 15, Eliudit i lindi Eliazarit i lindi Mathanit i lindi Jakobi.
Jakobit I lindi Jozefi, por nuk ishte Jakobi babai I 12 djemve, jo, është një Jakob tjetër. Jakobit I lindi Jozefi, bashkëshorti I Marisë, nga e cila lindi Jezusi që quhet Krisht. Por e gjithë kjo ndodhi 430 vjet pas internimit në Babiloni. Ndodhen këto gjëra dhe në vargun 17 thot kështu të gjithë brezat nga Abrahami deri te Davidi bëhen 14 breza dhe nga Davidi deri te internimi në Babiloni 14 breza dhe nga internimi në Babiloni deri te Krishti 14 breza. Kjo është pak a shumë përmbledhja e historisë se si Perëndia ynë u kujtua se ai I kishte bërë premtime të mrekullueshme Abrahamit dhe Mojsiut se do dërgonte ose do vinte po ashtu një profet, një kryeprift, do dërgonte pararendësin e shpëtimit, një mbret të përsosur, një shpëtimtar. Zoti kishte premtuar këto gjëra dhe shikoni se kur Zoti I përmbushi këto, kur kaluan shumë shekuj dhe kur ato personazhe biblike që dëgjuan premtimet e Perëndis tani më kishin vdekur. Por mbeti premtimi I Perëndis për jetë. Ashtu si edhe sot po ashtu të gjitha premtimet që Zoti ka bërë, ndoshta ne nuk I shohim të gjitha të plota, por premtimet e Zotit vazhdojnë për jetë deri në ditën kur ai do të vijë mbi re. Falenderojmë Perëndin ton për të gjitha këto dhe që bekimi dhe paqja e Perëndis ton të jetë mbi gjithë secilin prej jush që do të pranojnë dhe do ta lexojnë këtë me zemër, që do ta dëgjojnë mësimin me zemër sepse këtu shohim madhështinë e Perëndis. Kaluan kaq shumë shekuj dhe Perëndia kurrë nuk I harroi ato premtime që ja kishte bërë Abrahamit, pastaj ja bëri Isakut, pastaj Jakobit dhe Mojsiut po ashtu. Pra kjo është e mrekullueshme, ne besojmë në një Perëndi të gjallë. Besojmë në një Perëndi në frymë dhe në të vërtetë. Perëndia jeton dhe Perëndia flet sot, ashtu siç foli dje 430 vite më parë, 800 apo 1000 e ca vite më parë, kur Zoti foli, edhe sot Zoti na flet, fal Zotit, Perëndia jeton, ai ekziston, ai vazhdon përpara Perëndia ynë, sepse thuhet se ai është I njëjti gjithmonë. Ai që ishte dje, ai që është sot, ai është I njëjti. Faleminderit Perëndis ton për këtë. Nuk ndihemi të mashtruar që kemi besuar në këtë Perëndi të vërtet dhe që kemi qenë ose kemi filluar të ndjekim këtë rrugë që po ndjekim. Fal Zoti. Kështu që do të vazhdojmë leximin ton, thot tani më në vargun 18. Tani lindja e Jezu Krishtit ndodhi në këtë mënyrë. Maria, nëna e tij I ishte premtuar Jozefit, por para se të bashkoheshin, thuhet në histori sipas zakoneve dhe traditave që në atë kohë, pra po flasim për më shumë se 2000 vite më parë, që martesa, që kur kishte një martesë në popull, le të themi populli I Izraelit, populli I Judës, dhe të themi se fejoheshin apo martoheshin, por ata nuk flinin, le ta themi kështu, nuk flinin bashk derisa të mbushej një vit. Këtë tregojnë zakonet dhe traditat e asaj kohe, që një vit pas martesës, atëherë fillonin të rrinin bashk si burrë e grua. Kështu që kjo I ndodhi këtu Jozefit dhe Marisë. Thot, Maria, nëna e tij, ishte premtuar Jozefit para se të bashkoheshin, do me thënë për para se të mbushej viti që të rrinin bashkë si çift, u gjet shtatzan nga fryma e shenjtë. U gjet që ishte shtatzan që po priste një fëmijë. Por Jozefi, I fejuar I saj, I cili ishte një njeri I drejtë dhe nuk donte ta poshtronte botërisht, vendosi ta linte fshehtas, sepse në atë kohë, në ligjin e Mojsiut, ishte ligji
që nëse një virgjër kishte marrëdhënie para martesës, vritej me gur. Ky ishte dënimi për virgjëreshat që flinin me një burr para martesës. Dhe këtu Jozefi e kuptoi këtë, se nëse ai do të thoshte se Maria ishte shtatzan dhe se ata nuk kishin fjetur bashk, me shumë gjasa ishte që ajo të vritej me gur. Por ai e donte atë, sepse ky ishte plani mrekullueshëm i Zotit. Ai e donte dhe thuhet se ai preferoi të largohej, të ikte dhe ta linte. Dhe thuhet në vargu 20, por ndërsa i mendonte këto gjëra, po reflektonte dhe po planifikonte se duhej të ikte dhe ta linte, sepse ai nuk donte që ajo të vritej me gur, thuhet ndërsa ai mendonte këto gjëra, ja, një engjëll i Zotit ju shfaq në ëndër dhe i tha: Sa e bukur është vëllezër dhe motra kur unë lexoj këtu në Bibël që Perëndia flet edhe përmes ëndrave. Ka shumë njerëz që janë mosbesues dhe thonë se këto janë gënjeshtra që nuk vlejnë, por kur Perëndia do të flasë në ëndra, Perëndia ju flet në ëndra njerëzve. Dhe këtu Zoti ju shfaq në ëndër. Unë mbaj mend vëllezër dhe motra kur Zoti mu shfaq mua në ëndër. Unë isha diku 7 apo 8 vjeç dhe Zoti mu shfaq në ëndër dhe më foli. Dhe kjo është e mrekullueshme, Perëndia flet. Si mund të dëshojmë tek ai, si mund të dëshojmë? Dhe këtu thot dhe i tha: Jozef, biri i Davidit, mos ki frikë ta marrësh me vete Marin, gruan tënde, sepse ç'është ngjizur në të është prej frymës së shenjtë. Çfarë lehtësimi dhe çfarë gëzimi dhe çfarë prehjeje për Jozefin të dëgjonte këtë lajm kaq të bukur, kaq të rëndësishëm. Pra i thot se Maria thot do të lindë një djalë dhe ti do t'i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtoj popullin e tij nga mëkatet e tyre. Thuhet se në Psalmin 130 flitet për këtë varg, që Zoti do të dërgonte shpëtimtarin e tij, shpenguesin e tij, do ta dërgonte për të shpëtuar popullin nga mëkatet e tyre, për të falur mëkatet. Kështu që ata që më vonë duan të lexojnë Psalmin 130 mund ta bëjnë. Vazhdojmë këtu me leximin. Këtu tani më gëzohet zemra e Jozefit, sepse Zoti i bën premtime dhe i tregon për thirrjen e madhe që kishte ky njeri, kjo qenie. Jozefi nuk e dinte që ishte vetë Perëndia që kishte marrë mish nga një grua dhe që po formohej aty një njeri, një qenie njerëzore e quajtur Jezus. Por që ishte vetë Perëndia ai që po bënte këtë vepër, këtë mrekulli madhështore. Dhe ne nuk do të themi që për Perëndinë është e pamundur të bëjë këto gjëra, sepse Perëndia është kaq i madh, Perëndia është më i madh se universi. Është më i madh se gjithçka që përmendet për yjesit, për planetet. Perëndia është më i madh. Por shumë pakës nga fuqia e Perëndisë u bë mish dhe erdhi të banonte në barkun e një qenie njerëzore të një gruaje, që ajo copëz mishit të shndrohej në një qenie njerëzore dhe të ecte me njerëzit, të ecte në mes të popullit të Judës, sepse veçanërisht Perëndia kishte zgjedhur Jeruzalemin, kryeqytetin e shtetit të Judës, dhe Zoti e kishte zgjedhur
për të vendosur aty tempullin e tij fizik, material që ta nderonin, por duke qenë se nuk ndodhi kështu, Zoti tha, ky tempull fizik, material, duke qenë se ata nuk do të më binden, unë do ta bëj më mirë, do ta shndroj në një tempull shpirtëror, dhe këtë qytet, Jeruzalemin, do ta shndroj gjithashtu në një qytet shpirtëror, në Jeruzalemin qellor, shpirtëror, sepse ata po, Jezusi po, do ta formoj atë popull, dhe do ta shenjtroj, dhe do ta përsos atë, dhe ai do të jetë në gjendje të formoj popullin e shenjtë që unë dua. Kjo ishte ajo që tha Zoti, sepse Zoti donte të formonte një popull të veçantë që ta lëvdonin, që ta adhurojnë dhe ta përlëvdojnë për jetë. Kështu që Zoti në fuqinë e tij u bë njeri, një copës, një pjesës e vogël e Perëndis, një molekule e Perëndis, u fut aty në barkun e kësaj gruaje për të formuar një njeri të quajtur Jezus. Ne nuk do të dyshojmë sepse Perëndia është fuqi. Kur Perëndia krijoi universin, si mund të dyshojmë e të mos besojmë se ai do të ishte në gjendje ta bënte këtë. Prandaj, kur Zoti i flet Jozefit dhe i thot se kjo grua do të lindë një djalë që do të quhet Jezus dhe se ky Jezus do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre, por këtu në këtë popull nuk ishte vetëm populli i Izraelit apo populli i Judës, por Zoti tani më kishte bërë premtime të mrekullueshme përmes profetëve, u kishte thënë Zoti se ai do të shpëtonte edhe jo hebrejt, paganët, se për ata do të shtrihej po ashtu mëshira e Perëndis dhe shpëtimi. Jo hebrejt, paganët, që përbëheshin nga të gjitha kombet e tjera, afër apo larg popullit të Izraelit, dhe Perëndia tani më kishte vënë sytë e tij mbi ta për t'u dhënë edhe atyre mundësinë. Dhe kështu, Zoti, kur filloi të shfaqej, ai filloi të bënte punën e tij, fillimisht ai i foli popullit të tij, popullit të Judës, kështu e bëri punën e tij Zoti dhe tha, më ka dërguar vetëm për delet e humbura të Izraelit. Këtë ja tha Zoti një gruaje që i kërkonte mëshirë, dhe ajo i tha, po Zot, por edhe këlyshët e qenve han thërrimet që bien nga tryeza e zotërinjve të tyre, si të mos përfitoj edhe unë nga mëshira jote, unë jam e huaj, unë nuk jam izraelite. Jam si ata klyshët që han thërrimet, dhe Zotit i pëlqeu kaq shumë që ajo tha këtë gjë, sepse ai tha çfarë besimi që ka kjo grua. Zoti Jezu Krisht tregoi mëshirë, pra aty shohim Perëndin. Perëndia ishte aty që donte të formohej në barkun e një gruaje për të bërë veprën e tij të mrekullueshme dhe me të vërtetë të formonte popullin e tij që ai do të formojë. Prandaj ne sot ndihemi të lumtur dhe krenar për Perëndin ton, sepse ai në mes të miliona e miliona njerëzve na ka zgjedhur dhe ja ku jemi këtu përpara tij. Faleminderit të plotfuqishmit, vazhdojmë leximin, atëherë thot këtu 22. E gjithë kjo ndodhi që të përmbushej ajo që u tha prej Zotit me anë të profetit Isaias, duke thënë ose duke profetizuar, ja, virgjëresha do të mbetet shtatzan dhe do të lindë një djalë, të cilit do t'i vënë emrin Emanuel, që do të thotë Perëndia me ne, sepse thonë se fjala Emanuel ishte një fjalë greke, që e përkthyer do të thotë Perëndia me ne. Perëndia me ne. Këtu ai është duke thënë në fjalën e tij kur Zoti, kur fryma e shenjtë foli përmes gojës së Isaias, ja vendosi emrin direkt dhe tha se kjo virgjëresh do të mbetej shtatzan dhe do të lindte një djalë që do të quhej Emanuel në gjuhën e asaj kohe, por ai emër kishte një kuptim dhe kuptimi i atij emri ishte Perëndia me ne. Kështu që kjo
po pohonte se vetë Perëndia do të bëhej mish, ai do të formohej si një qenie njerëzore, ai vetë, i bërë mish, do të shfaqej mes njerëzve. Prandaj, ne nuk kemi asnjë dyshim sepse gjithçka që profetët e lashtësisë e të kaluarës profetizuan u përmbush me Zotin Jezu Krisht. Dhe Zoti Jezu Krisht kur predikon dhe thoshte sot po përmbushet kjo gjë dhe ajo gjë tjetër që është thënë nga profetët. Dhe ne sot, pas gjithë kësaj që kemi përjetuar me Zotin, që po përjetojmë këtë përvojë me Perëndin, që para 60 vitesh e këtej, dhe kujtojmë kur diçka përmbushet, këtë ma kishte thënë Zoti. Zoti ma kishte premtuar, ai ma tha dhe u përmbush, lavdi Zoti. Le të lexojmë pak këtu te Isaias 7. Le të lexojmë pak këtu profecinë e Isaias, e profetit Isaia. Le të kujtojmë që shumë shekuj para se Perëndia t'i bënte këtë thirrje Jozefit duke i thënë se Maria do të kishte një djalë, shumë shekuj më parë përmes Isaias në kapitullin 7 në vargun mirë, gjithë kapitulli në fakt flet për premtimin, por unë do të lexoj disa vargje. Thot këtu në vargun 10, këtu thuhet se Perëndia i dërgoi një mesazh përmes profetit Isaia, mbretit Ashaz. I dërgoi një mesazh sepse ata po mendonin se Siria dhe një mbret tjetër i huaj nga qytetet të huaja do të vinin kundër Judës për ta luftuar. Dhe ata u shqetësuan kaq shumë dhe shkuan të këshilloheshin me Perëndin ton, dhe Zoti u tha ju pse keni frikë, mos u shqetësoni, unë kam premtuar se do të bekoj Judën, unë kam premtuar se do ta ruaj dhe do ta mbroj Judën, sepse Perëndia po fliste për premtimin e ardhshëm për Judën shpirtërore. Dhe Zoti filloi t'u fliste atyre, shikoni se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, ju mos u shqetësoni, në të ardhmen do të ndodhin këto gjëra. Dhe Zoti filloi t'u fliste aty, t'u bënte premtime për të cilat ju mund të gjeni kode nëse doni, atje në shtëpitë tuaja. Lexojeni të gjithë kapitullin 7. Unë do të lexoj këtu disa vargje, pasi Zoti u bëri premtimin, pastaj profeti i tha mbretit Ashaz, kërkoj një shenjë për vete, thuhet këtu në vargu 11, kërkoj një shenjë për vete Zotit, Perëndis tënd, për të parë nëse ajo që unë po profetizoj është e vërtet apo nuk është e vërtet, kërkoj Perëndis një shenjë. Dhe thot, kërkoj një shenjë për vete Zotit Perëndis tënd, kërkoja ose në thellësitë ose në lartësitë, por Ashazi u përgjigj, unë nuk do të kërkoj asgjë, nuk dua të tundoj Zotin. Pra, ai pati frikë të kërkonte shenjë, sepse ai po dëgjonte profecinë që po i jepte Isaia, profeti, dhe ai tha, unë nuk do kërkoj shenjë sepse unë nuk do të tundoj Zotin. Dhe thot, atëherë Isaia tha, dëgjoni tani o shtëpia e Davidit. Shtëpia e Davidit ishte Juda, Jeruzalemi, ajo ishte shtëpia e Davidit, atje mbreti David kishte ndërtuar një pallat, kishte ndërtuar një qytet të vogël, ta themi kështu, brenda qytetit të Jeruzalemit, dhe quhej qyteti i Davidit, pallati i Davidit. Pra këtu thot, atëherë Isaia tha, dëgjoni tani o shtëpi e Davidit. Mos është vallë një gjë e vogël për ju të lodhësh njerëzit që doni të lodhni edhe Perëndin tim, dhe u thot, prandaj vetë Perëndia do t'ju jap juve një shenjë. Ja, e virgjëra do të mbetet me barr, ose një e virgjër do të mbetet me barr dhe do të lindë një fëmijë të cilin do ta quajnë Emanuel. Ata me siguri pritën dhe menduan se brenda një viti do të lindte kjo qenie e mrekullueshme. Ata me siguri prisnin që vitin e ardhshëm do të kishin këtë djalë që do të lindte nga një virgjëresh dhe që do të quhej Emanuel,
dhe që do sundonte dhe do ishte një mbret i përsosur, sepse siç flet Zoti në librat e profetëve se në mbretërimin e këtij mbreti të përsosur gjithçka është lumturi, sepse ai do të jepte paqe, gëzim, lumturi për të gjithë, begati dhe bekime, ata po interpretonin gjithçka literalisht, materialisht, dhe ata nuk mund të interpretonin, të kuptonin se kjo kishte një kuptim simbolik, të ishte diçka simbolike. Ata nuk e interpretonin në këtë mënyrë. Megjithatë, unë mendoj se kur Isaia u profetizoi këtë u gëzuan, zemrat e tyre gëzuan dhe thanë atëherë vitin e ardhshëm do të kemi këtë djalin e kësaj gruaje të virgjër që do të mbretërojë mbi ne dhe që do të na sjellë paqe dhe shpëtim. Kjo ishte ajo që ndodhi. Kështu që këtu shohim premtimin e Perëndis ton dhe shikoni këtë premtim që nga Isaia. Nëse do të mbledhim vitet, shekujt, të gjithë shekujt që kaluan, derisa kjo u përmbush, kur këtu Perëndia i foli Jozefit, burrit të një virgjëreshe të quajtur Maria, një e virgjër nga shumë të tilla që kishte atëherë, e quajtur Maria. Thot, ai do të shpëtoj popullin e tij nga mëkatet e tyre. Kështu që le të lexojmë diçka nga Isaia 9. Këtu në Isaia 9 do të lexojmë nga vargu 1 deri në 7, thot profecia tjetër, ka shumë profeci nga Isaia dhe nga profetë të tjerë që flasin për këtë premtim të mrekullueshëm të ardhjes ose të lindjes së Zotit Jezu Krisht. Kështu që thuhet këtu në 8 vargu i fundit, por errësira nuk do të zgjas gjithnjë mbi atë që është në ankth, të ndryshe Juda ishte në ankth, duke vuajtur sepse e përndiqnin, sepse do të vinte Babilonia kundër saj dhe do të shkatronin të gjithë. Dhe thot se ishte në ankth, thuhet nuk do të ketë më ankth, ashtu si ai mbuloi me turp vendin e Zabulonit dhe vendin e Neftaliut, kështu në të ardhmen do ta mbuloj me lavdi tokën pranë detit, matan Jordanit, Galilen e kombeve. Populli që ecte në terr pa një dritë të madhe, përse u shfaq Zoti Jezu Krisht. Mbi ata që banonin në vendin e hijes së vdekjes doli një dritë. Ky ishte premtimi për të ardhmen që Perëndia ynë po jepte përmes Isaias shumë shekuj më parë, në vargun 2. Ti e ke rritur kombin, ke shtuar gëzimin e tyre, ata gëzohen para teje, ashtu si gëzohet dikush në korrje dhe ashtu si gëzohet kur ndahet plaçka e luftës, sepse ti ke thyer zgjedhën që rëndonte mbi të, shkopin mbi kurrizin e tij dhe shufrën e atij që e shtypte, si në ditën e Madianit, sepse çdo këpuc luftëtari në përleshje dhe çdo mantel i rrëkëllyer në gjak do të caktohet të digjet dhe do të jetë eshk zjarri. Në vargun 5 është premtimi, sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltari i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm. Këtu thot Perëndi i fuqishëm. Ai po thot se ishte Perëndi, sepse ka shumë njerëz, gjithmonë ka pasur dhe ekzistojnë besime fetare, le ta themi kështu, që ulin hynin e Zotit Jezu Krisht. E ulin, thonë se kjo ishte një gënjeshtër, se ishte një njeri i zakonshëm, se ishte një profet dhe kaq, një profet i thjeshtë, që nuk ishte Perëndi, por ai po ishte Perëndi. Ishte Perëndi sepse këtu profecia e Isaias thot Perëndi i fuqishëm, Atë i përjetshëm dhe Princ i paqes. Të gjithë këta tituj i dha fryma e shenjtë Isaias profetit, duke folur për Zotin Jezu Krisht, duke folur për atë fëmijë që do të lindte, për atë djalë që do të lindte dhe që ishte vetë Perëndia.
Dhe thuhet në vargun 6, nuk do të ketë të sosur rritja e perandorisë së tij dhe paqja mbi fronin e Davidit dhe në mbretërinë e tij, për ta vendosur pa u tundur dhe për ta përforcuar me anë të mençurisë dhe të drejtësisë. Duke qenë se këtu po thot se ai mbret do të ishte një mbret kaq i përsosur, thot tani dhe përjet, këtë ka për ta bërë zelli i Zotit të ushtrive. Kur ata dëgjuan këtë profeci, u gëzuan, u mahnitën, u ngazëllyen, sepse po prisnin që shumë shpejt të vinte ky mbret për të qeverisur në territorin e Judës, ky mbret i përsosur që do të sillte mençuri dhe drejtësi, ky mbret i përsosur që thuhet që do të quhej këshilltar i admirueshëm, perëndi i fuqishëm, ati i përjetshëm, princi i paqes. Çfarë titullsh? Si interpretuan ata ato gjëra? Ata interpretuan se ishte një mbret i përsosur dhe se ky ishte ai që ju duhej që t'i sundonte që të mos vuanin më dhe që të mos shtypeshin më nga kombet e tjera të huaja. Pra, gëzimi që ndjen sepse ky mbret do të vinte shumë shpejt. Dhe me siguri ata kërkonin, prisnin që ky mbret me siguri të vinte edhe si pas ardhës nga një familje e rëndësishme, por Zoti kishte thënë se do të ishte nga fisi i Davidit dhe prandaj i dhan kaq shumë rëndësi familjes ose fisit të Davidit për të parë se nga cila familje do të lindte ai fëmijë i çmuar, i madh dhe madhështor, nga cila familje do të vinte. E dinin se do të ishte nga Davidi, por nga brezat e tij të ardhshëm. Kaluan brezat, kaluan shekujt, dhe më në fund, nga familja e Davidit, erdhi dhe i surprizoi të gjithë, dhe ishte aq e madhe surpriza se askush nuk besoi. Nuk pati një njeri që të besonte dhe filloi vështirësia dhe përndjekja, por këtë do ta shohim më tutje. Dhe le të kthehemi përsëri te Mateu 1, ku thot e gjithë kjo ndodhi zbulesa që i dha Zoti Jozefit, i thot e gjithë kjo ndodhi që të përmbushej ajo që u tha prej Zotit me anë të profetit Isaias, duke thënë, ja, virgjëresha do të mbetet shtatzan dhe do të lindë një djalë të cilit do t'i vënë emrin Emanuel, që e përkthyer do të thotë Perëndia me ne, dhe Jozefi si u zgjua nga gjumi, veproi ashtu siç e kishte urdhëruar engjëlli i Zotit, lavdi Zotit tim, dhe e mori pranë vetes gruan e tij, por ai nuk e njohu. Thotë, nuk e njohu. Çfarë do të thotë kjo? Ai nuk fjeti me të, nuk pati asnjë marrëdhënie intime me Marien. Kjo është ajo që do të thotë nuk e njohu, derisa lindi djalin e saj të parëlindurin. Kur thot këtu djalin e saj të parëlindur, si e kuptoni ju këtë? A pati më shumë apo pati vetëm një fëmijë? Sepse i parëlinduri është i pari dhe nëse ka një të parë duhet të ekzistojë çfarë? I dyti, apo jo? Nëse nuk ekziston i dyti, nuk thuhet djali i parë, por thuhet djal i vetëm. Këtu thuhet i parëlinduri përse sepse ishte i Jozefit dhe Marias, dy qenie njerëzore. Ata patën më shumë fëmijë. Sepse Perëndia deshi që ata të kishin fëmijët e tyre, sepse ishte për të treguar se Zoti Jezus, duke qenë një përfaqësim edhe simbolik për popullin, Zoti Jezu Krisht është një përfaqësues simbolik si fëmia i parëlindur, duke dhënë të kuptuar se Zoti Jezus ju desh të ishte si një besimtar, të besonte në Zot, t'i bindej urdhrit
hynor, sepse pjesa njerëzore e quajtur Jezus duhej t'i nështrohej po ashtu urdhrit hynor në një farë mënyre, dhe e bëri për t'i dhënë shembull njerëzimit. Dhe kur thuhet se është i parlinduri, është sepse literalisht, fizikisht, biologjikisht pati më shumë vëllezër dhe motra në mish. Dhe po ashtu, besimtarët e kishës, ndjekësit e ungjillit të Zotit, janë vëllezërit dhe motrat e tij po ashtu, për shembull ne jemi vëllezër dhe motra në këtë kuptim. Prandaj thuhet se ai është i pari ndër shumë vëllezër dhe motra, duke u referuar besimtarëve, sepse thuhet se një ditë Perëndia na bën, ose tani më po na bën bijë të tij. Dhe nëse jemi bijë të Perëndis, atëherë biri kryesor i Perëndis është ajo pjesë hynore e Zotit që është në Jezu Krisht. Prandaj ai është biri i Perëndis, ai është i vetëm linduri i Atit, sepse është Perëndi. Por nga Jozefi dhe nga Maria si njerëz, nuk ishte i vetëm linduri, ishte fëmia i parë, sepse ata patën më shumë fëmijë. Unë flas kështu vëllezër dhe motra, dhe unë kërkoj falje për vëllezërit dhe motrat që janë studiues dhe që e kanë studiuar këtë, që i din këto gjëra dhe i kuptojnë, por unë duhet i them në këtë mënyrë sepse unë po flas edhe për njerëz të rritur që nuk kanë arritur të kuptojnë këto gjëra ende, dhe prandaj unë flas sikur t'ju flisja fëmijëve në kopësht ose në klasë të parë, gjëra elementare. Do të më falni, por duke qenë se unë duhet të jap një mësim për të gjithë, unë duhet të kujdesem për ata që ndoshta nuk e kuptojnë mirë, që nuk janë të informuar, që akoma nuk e kanë kuptuar mirë doktrinën, nuk e kanë kuptuar ose për disa që e kanë shtrëmbruar atë dhe që ju kanë mësuar doktrina të rreme. Kështu që për ta është mësimi, për ata që e din, jo, për ta është një rishikim ose ata që e din është për të kthyer në mësues, që të bëhen mësues dhe që t'ju mësojnë të tjerëve fjalën. Kështu që vëllezër dhe motra, këtu vargu 25 është e rëndësishme se Jozefi nuk e njohu, nuk fjeti me të derisa ajo lind djalin e saj të parlindur. Jozefi dhe Maria patën më shumë fëmijë, të cilit ja vuri emrin Jezus. Dhe nga këtu e tutje ne do të gëzohemi. Ne do të gëzohemi me Zotin. Në veprat e tij, në mësimet e tij, në doktrinën e tij, dhe në të gjitha ato gjëra që ai jetoi për ndjekjen nga djalli, se si djalli e përndoqi Zotin, dhe do të shijojmë mënyrën, sjelljen që Zoti pati në tokë, sepse thuhet se ai u soll si një qenie njerëzore për të pasur konsiderat për ne, se çfarë do të thotë ndjesh dhimbje, trishtim, ankth, pikëllim, çfarë do të thotë të kesh uri ose ftohtë. Thuhet se prandaj Perëndia ynë u kthye në qenie njerëzore për të pasur konsiderat për ne njerëzit, se çfarë ndjejmë. Prandaj Zoti ka mëshirë për të gjithë ne. Dhe unë e di se të gjithë ju që keni dëgjuar këtë mësim, ju do të gëzoheni dhe do t'ju pëlqej shumë që të dini rreth këtij mbreti të përsosur, sepse do të flasim për këtë mbret të përsosur në këto ungjij, sepse ky ishte premtimi mrekullueshëm që Perëndia ynë i bëri Abrahamit, i bëri Isakut, dhe Perëndia ynë eci me Mojsiun dhe i tha Mojsiut, mos u shqetëso sepse unë do të ngrej po ashtu një profet si ty, të përsosur, që flet me mua, që do t'jetë me mua. Ky profet, Zoti Jezu Krisht, kryeprifti, mbreti, shpëtimtari, Perëndia ynë me ne, nderi dhe lavdia qofshin për Perëndin ton, do të ngrihemi në këmbë, do t'i lutemi Perëndis ton. Dhe ju kërkojini Perëndis për nevojat tuaja, për kërkesat tuaja, për dëshirat e zemrës, për sëmundjet e pashërueshme, për familjet tuaja, djemt, vajzat, të rinjt, të çdo moshe, me sindromën Down, që janë në karrige me rrota, që nuk mund të flasin, që nuk mund të arsyetojnë, për autizmin,
mirë, ka kaq shumë sëmundje të trurit, disa nuk mund të flasin apo të lëvizin, kërkojini Perëndis, atij Perëndije të mëshirshëm, Perëndia ynë kur nuk e ka harruar krijimin e tij. Ai nuk i ka harruar krijesat e tij. Ai na ka ne këtu. Zoti është me ne. Faleminderit, do ta nderojmë atë. Atë i shenjtë, atë qellor. Në emrin e lavdishëm të Jezu Krishtit, birit tënd të dashur, të falenderojmë Zot. Faleminderit për jetën. Faleminderit që na zgjodhët për të njohur këtë rrugë të mrekullueshme. Faleminderit Zot, mes miliarda njerëzve në botë, ti na ktheve shikimin tënd drejt nesh. Kush jemi ne, Zot? Çfarë jemi ne, Zot? Kjo është dashuria jote, kjo është mëshira jote. Faleminderit dhe duam ne Zot të shërbejmë, duam të të adhurojmë, të lëvdojmë, të përlëvdojmë, të lartësojmë emrin tënd, të nderojmë Zot. Duam të bëjmë vullnetin tënd. Këtë duam, Zot, të pëlqejmë ty në çdo gjë. Me ndihmën tënde do të arrijmë këtë. Ndihmo, Zot, që të gjithë të kuptojnë këtë doktrinë, këtë rrugë, që të gjithë të hapin, të përgatisin zemrën e tyre për ty, që të ndryshojnë, të ndalojnë së thënuri gënjeshtra, të ndalojnë së kërkuari poste, vende të veçanta, të mos kenë mendje madhësi, krenari, ego, por të jenë të përulur, të kërkojnë frymën e shenjtë, të kërkojnë dhuntit frymërore, të mbushen me fuqinë e Perëndis, me përullësi, thjeshtësi. Zot, na ndihmo të gjithëve. Na ndihmo, Zot, që të vazhdojmë në këtë rrugë të përsosur, na bëj të përsosur dhe na ndihmo atim që të shërbejmë. Faleminderit Zot, dora jote fuqishme të jetë me të sëmurët, me të gjithë ata që janë të smur me sëmundje të pashërueshme. Zot, dora jote e fuqishme me të gjithë ata që janë të smur me ndërisht, që nuk arsyetojnë. Ki mëshirë për të gjithë, Zoti im, shiko Zot kërkesat, nevojat e tyre, ati shenjtë, ti na njeh Zot. Faleminderit Zoti im, sepse unë e di që ti dëgjon lutjen e atyre që të thrasin me sinqeritet, ata që të duan, dhe ti do t'i bekosh, po ashtu do të bekosh shumë që edhe pse nuk besojnë, ti do t'i bekosh që të mund të besojnë tek ti. Faleminderit Zot, lëvdimet për ty, nderi për ty, lavdit të plot fuqishmit, i bekuar qoftë Zoti, ati im të përlëvdojmë Zot dhe të falenderojmë në emrin e lavdishëm të Krishtit Jezus, birit tënd të dashur. Amen. Faleminderit mbretit. Qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es hablar con Él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él. Qué glorioso es andar con Él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él. Bekuar qoftë Zoti, faleminderit Perëndis ton, një përqafim të fortë për të gjithë ju, motrat dhe vëllezërit e mi të dashur, dhe për fëmijët një puthje si zakonisht. Duhet ta dërgoj sepse më qortojnë nëse nuk u dërgoj puthjen fëmijëve. Ju dua me gjithë zemër, Zoti ju bekoft. Faleminderit edhe ju vëllezër dhe motra, shihemi së shpejti. Zoti ju bekoft. Faleminderit.